Përshëndetje, jemi bashkë në edicionin informativ. Do të ndajmë zhvillimet kryesore. Do të ndalemi në aktualitet ku rasti Eva Dumanit, rikthyer nga Siria, ka ngjallur shpresë edhe për familjen Korvafaj në fshatin Kuç të Vlorës. Rreth 13 vite më parë, 9 pjesëtarë të kësaj familje u larguan drejt Sirisë, e pas vrasjes së vllajt të tij në Siri, Luani, i cili jeton sot në Kuç, shprehet për Blu Televizion se janë 6 familjarë të tij ende në Siri, për të cilët mungojnë informacionet. 13 vite më përpara, nga fshati Kuç i Vlorës, 9 pjesëtarë të familjes Korvafaj janë larguar pa dhënë adresë të saktë. Vite më vonë, Luan Korvafaj, vëllai i një prej pjesëtarëve i cili u largua në drejtim të Sirisë, mori lajmin që 9 familjarët ishin larguar në Siri. Sot, pas 13 vitesh, Luan Korvafaj shprehet se 3 nipërit, 3 fëmijë të vegjël janë rikthyer në Tiranë, por që nuk i ka takuar dot të zbuloj se si ka qenë e vërteta. Se çfarë ndodhi me vëllain e Luanit, por edhe me pjesëtarët e tjerë të familjes. Në dëshmitë të cilët japin të dy, ata shprehen se duan të dinë të vërtetën, çfarë ka ndodhur 13 vite më përpara apo edhe sot. Rasti Eva Dumanit, e kthyer pak ditë më parë nga Siria, ka ngjallur shpresë edhe për pjesëtarët e familjes Korvafaj për fatin e të afërmëve të tyre. Rreth 13 vite më parë, 9 pjesëtarë të familjes Korvafaj nga Kuçi i Vlorës u larguan drejt Sirisë. Sot vetëm 3 fëmijë të moshës 7 deri në 19 vjeç janë rikthyer rreth 3 vite më parë, fal ndërhyrjes së qeverisë shqiptare. Për 6 të tjerë ende nuk dihet asgjë për fatin e tyre. Vllai Hasan Korvafajt, Luani, i cili jeton në Kuç, shprehet se ka ende shpresë. Pavarësisht se të rikthyerit nga Siria tregojnë shumë pak për atë çfarë ka ndodhur atje apo për fatin e familjarëve të tyre. Për Hasanin tashmë dihet se është vrarë në Siri, por për pjesëtarët e tjerë të familjes mungojnë informacionet. Fëmijët e rikthyer pothuajse nuk tregojnë asgjë. Me fotografinë e Hasanit në dorë, Luani tregon se informacioni për vendodhjen e tyre në Siri e morën vetëm pasi ata ishin larguar nga Shqipëria. Sipas tij, i pari që u nis drejt Sirisë ishte djali i Hasanit, Erion Korvafaj, e më pas u larguan edhe pjesëtarët e tjerë të familjes. Po iku vllai me gjithë familjes së çish komplet. 10 veta, 8 veta, 9 veta. Ish vllai, nipi, 3 nipër, se vajza edhe 2 vëllezër të ata 3, edhe ai me të shoqen, fëmijët e tij, ish 3 fëmijë, edhe këta 5. 5, iku dhe nusja 6. Një vajzë, aty është vrarë ajo e nipit, 7. Jo, u takuam, po s'na ta që do ikën, u takuam si që janë në natyron, u takuam, iku, dhe na presë. E marrim në telefon, qatë ditë. Një vlla në Italia, që është në Itali, se na i shpola i me të. Ka miku në Shqipëri, jam në Siri, thot ai. Ai na tha që kështu, në Italia, kështu ka i. Më rrugën e Kurbetit. Folët më atëre me ata në telefon apo s'patën në komunikim? Absolutisht, asnjë laf. Vetëm njerë foli atë që mordi më haberin e s'foli më tot me të. Gjyshi e fëmijës ka qelluar ushtria amerikane në kamp dhe i kanë vrarë. Dhe kanë shpëtuar këta 3 fëmijët e nipit. Edhe kjo është interesuar këtu një gazetar, ajo vajza që kam në Itali, është lidhur atje, edhe ka folë me të dhe ka gjetur ai gazetari. Okej. Edhe janë, me bjemërin, kuptohen? Po. Edhe janë 3 fëmijë, thot këtu. Bëjnë përqapje po, atje, bëndo përqapje po s'u fut shteti, dhe me zi ka kryer dhe... U tha që ai madhi duhet të jetë 18 vjeç, 19 vjeç. Tjetër është aty të 17 vjeç. Jo, djali ishte më i vogël, se ishte vajza që u vra. Po. Është duhet të jetë 15 vjeç ai. Vajza 8 vjeç është vajza e vogël. Këta janë fëmijët e vllajt apo nipit? Të nipit. Vllajt janë vrarë, ata fëmijët e vllajt. Po vllajot. Po dhe vllaj. Është vrarë. Tani që dolën i këta. Po i kanë takuar njerëzit. Jo, se kanë ato. Kanë vatë, ka vëllezër të djalë. Këto ne për mesa kanë vatë, i kanë takuar këtu po. Po ka që thonë atë. Dhe po sigurim atje ka që janë dhe në burg. Gra, thonë që e televizori këtu i nazaj, gra në burg, thonë. Na shtyr, po dim na kush është. Pashortja Luani tregon se Erioni punonte si IT dhe ishte i pari që u largua,
Pas tij shkoi i Ati Hasani me gjithë familjen. Nga ato që kanë mësuar, vllai i Luan Korvafaj që tashmë jeton në Kuç, Hasan Korvafaj, është vrarë pasi kundërshtonte qëndrimin në Siri, ndërsa për të tjerët nuk ka ende asnjë të dhënë. Edhe fëmijët e rikthyer flasin shumë pak për atë që kanë përjetuar. Aktualisht ata jetojnë në Tiranë dhe janë riadësuar falë ndërhyrjes së qeverisë shqiptare dhe ndërhyrjes së kryeministit Rama rreth 3 vite më parë. Nëna, si quheni? Ajdili Korvafaj. Kush ikur në Siri nga juve? Nga Kunat. familja juaj? Kunati. Me të shoqen dhe me 3 fëmijë. Edhe me nusën e djalit, me 2 fëmijë nusë e djalit. nga të gjitha ata që ikën, sa veta janë kthyer sot? 3. Bidjem e një vajzë e nipit. Fëmijët e nipit. Fëmijët e nipit. Ata që ikën të vegjël. Po. E një ka lindur atje një vajzë. Po këta vanë ja 3 vjet janë kthyer. Ja kur u kthea ai grupi që vate Erdirama i mori në një aty kupi me Sirin, se ku i mori, nuk e di, po që atje i mori. Në Libana, nuk e di ku i mori. Nuk di mas një gjë. Na ka thënë kjo krushka, që ka thënë këtire që kanë vatë atje, se nuk tregon dhe ajo. Janë vrarë, thot ajo. Dhënë Risaja, ki nipi, thot, ka thënë ajo, që ka dhe televizorja ka dhënë, Erion Korvafa, ka punuar në qeveri, ato çfarë është bërë në drejtimin e luftës, edhe ka drejtuar luftën, thot ajo, 6 vjet ka qenë me Siria, me Amerikën, se i ka vrarë Amerika këta këtu. Ka hedhë bombë, thot ajo, Amerika i ka vrarë. Ka vdek atij. Ka vdek atij. Kurse këta të tjerët ishin në kamp, i vranë në kamp, po kamp nuk qillon armiku, nuk e di pse i kanë vrarë në kamp, se në kamp është ligj botror që nuk qillohet në kamp, po si i kanë vrarë, si kanë bërë. Luani, sot 77 vjeç, vijon të shpresoj për fatin e të afërmit të tyre. Edhe bashkëshortja e tij beson se dikush prej familjarëve mund të jetë ende gjallë në Siri, megjithëse fati i tyre mbetet i panjohur. Me lot në sy ata flasin për dhimbjen dhe pritjen e gjatë. Kemi një farë, çfarë të themi, shpresë, po themi kështu në mën e tënë që dhe mund të jenë. Me kë keni komunikuar ju? As me një, se ai kur iku e vajti atje, para se ti të erdhi këtu e në takoj dhe të vëllane kështu, edhe e përcualtim atje ku fort me atë gruan ju në Buronja. Atje va me e përcualtim, po se iku në Tiranë, nuk e di. Kur që këtu në thoi dhe vajzës, se kemi një vajzë të vinë Buronja të takoj. E takoj dhe vajza kështu, i thot vajza, ishte sëmur, pa kështu i thot vajzës tanë, po li thot ne do ikim. Ku do vijë, i thot ajo? I thot ne do ikim, thot vajza. Thot kjo xhaxhi, thot ku do veç, që do ikesh, na ka dal një vizë, i thot ai për më një vanë. Nuk tregon më, nëse dijim, po dijim, nuk e di. Nuk treguan që do vënë në Siri? Absolutisht. Asnjë as motrës vetme. Asnjë, nuk dijim gjë. Fati shumë shqiptarëve të larguar drejt Sirisë mbetet ende një enigmë, ashtu si dhe ai pjesëtarëve të familjes Korvafaj nga Kuçi i Vlorës, të cilët u nisën drejt zonës së konfliktit 13 vite më parë. Vijojmë me tjera zhvillime. Pas problematikave të shkaktuara nga moti i përkeqësuar, Bashkia e Vlorës ka nisur punën për pastrimin dhe rehabilitimin e fushave sportive në zonën e Lungomares. Rreshjet e shiut me intensitet të lartë gjatë ditëve të fundit kanë krijuar vështirësi të shumta duke sjellur prani balte, mbetjesh dhe inertesh në hapësirat sportive dhe përgjatë shëtitores bregdetare. Pas problematikave të shkaktuara nga moti i keq, Bashkia e Vlorës ka nisur me njëherë punën për pastrimin dhe rehabilitimin e fushave sportive në zonën e Lungomares në Vlorë. Rreshjet e shiut me intensitet të lartë gjatë ditëve të fundit krijuan vështirësi të shumta duke sjellur prani balte, mbetjesh dhe inerte në hapësirat sportive dhe përgjatë shëtitores bregdetare. Për të rikthyer këto ambiente në gjendje normale dhe të sigurta për qytetarët, ekipet e shërbimeve publike ndryhyn gjatë kësaj të shtune me mjete dhe punonjës në terren. Aksioni përfshiu pastrimin e sipërfaqeve sportive, largimin e mbetjeve të depozituara nga rrjedhja e ujrave, si dhe sistemimin e zonave të prekura. Qëllimi i ndërhyrjes është rikthimi sa më shpejt i normalitetit dhe garantimi i kushteve të përshtatshme për zhvillimin e aktiviteteve sportive dhe rekreative në Lungomare, një nga zonat më të frekuentuara të qytetit. Bashkia ka bërë të ditur se do të vijojë monitorimin e situatës për të parandalur problematika të ngjashme në rast të rreshjeve të tjera.
Rruga Vuajhim Poçem ka pësuar dëmtime të dukshme në një pjesë të konsiderueshme të gjatësisë së saj. Në afërsitë të fshatit Kocull, ky segment rrugor ka rënë vetëm një vit pas përfundimit të rehabilitimit total të tij. E sipas banorëve të fshatrave që ky aks lidh, situata vën në pikpyetje cilësinë e punimeve. Rruga nacionale e cila fillon nga Vllahina drejt Poçemit dhe pas lidhet me aksin Levante-Pelen ka pësuar shqitje. Në afërsitë të fshatit Kocull, ky segment rrugor ka rënë vetëm një vit pas përfundimit të rehabilitimit total të tij. Banorët e fshatrave që ky aks lidh vënë në pikpyetje cilësinë e punimeve. Sipas tyre, duke ditur që në shumë vende toka është e rrëshqitshme, segmenti duhet të fortifikohej, ndërsa banorët konfirmojnë se kjo rrugë është ndërtuar pas një standard apo bariera mbrojtëse. Ata theksojnë faktin se në rrugë është hedhur vetëm një shtresë asfalti, ku brenda pak vitesh ky segment, për shkak të cilësisë së punimeve, rrezikon të dalë jashtë funksioni. E vlerësoj keq për arsye sepse nuk është me parametrat e duhur. Pjesën e gjerësisë saja nuk është me parametra. Dhe në shumë vende që ka pasur nevojë për të bërë drenazhime, për të bërë, nuk janë bërë dhe nga koha në kohë, si vjetë që bëri shumë dimër, ka shkarë në 3-4 vende. Pse ai që bën rrugën e shikon terrenin, cili është ky terreni, po ky terren kërkon që ti bësh drenazhim, ky terren kërkon ti bësh mur nga lart gjithmonë që vjen në pozicion. Ajo ka shkarë në disa vende këtu, thonë, unë se kam parë para një 3-4 ditësh, më thanë që është këputur këtu, direkt është këputur. Unë nuk jam specialist, po bën vaki që edhe ta dëmtojmë tepër. Bërë cilësi e dobe, nuk më thonë që firma është kthyer prapë mbrapsh, po si që bëhet në Shqipëri, shkele shko, merë parat e ik, edhe absolut cilësi. Po i mirë është, i shërben komunitetit. Po ka qëpajnë sa probleme ande i ka pasur edhe gjatë kohë që pa bërë ajo. Se shpërën se i ka pasur sot, po edhe gjatë kohë që pa bërë, pa shumë ka qenë, i toke pa qëndrushme. Ajo që ka rënë atje nuk është puna se ka fajnë ai që ka bërë, ka qenë vetë, edhe është toka është. E pas të duar mirë që në kohët. Ajo është tokë që nuk është puna se ajo ka në vend, ajo vjen që nga lartë. Ajo dhe të bëhet në një investim atje dhe lumja nga poshtë dhe vjen dhe nga lartë. Nashi po të bësh në qëka du na i prit në lumja atje dhe mundet. Duhet bërës, ajo që ta lesh ashtu, ajo kot ju bërë rruga. Kjo rruga e Kocullit që vetëm Poçem. E para është e ngushtë. Ka rrezike më çdo vend, më çdo kthes, në çdo drejtim, nuk mbehet dot me makinë. E dyta, ata e kanë lënë pa kanalizime vende. Dhe ujë kalon mbi asfalt. Teatra që është rrëzuar te lumi afër lumit, pa mormbash, nuk është kjo rrugë. Janë 3 rrugë të tilla sepse nuk duan të harxojnë ata. Të prishet, do marrën prapë. Po si kryetari i qeverisë, nuk ka i ka dalë një problem me ato balluke pa balluke dhe sa du i disën balluket, vate ajo punë, vdiqa unë. Nëse kjo lidh Fierin të Pelenën. Sa do të zjas me këto punime që janë ndërtuar duke parë fakt? Me këto punime kjo një 3-4 vjet. 3-4 vjet? Po. Ti parashikon që të kthehet prapë në gjendjen që ishte më parë? Po si, do vi unë do punoj atje si pensionist që ta mirëmbahet. Se ata po kaluan një herë s'kthehen më. Duhen marrë masa? Duhen masa, bën masa, po ku do i marrë masa. As unë as ti si marrëm dot sepse ne jemi bishti kavallos. Dhe dikush është bishti kavallos? I kalit karros. Për ne ai ka vënë institucionet e tia për të vjelur vetëm taksat. Të vesh të kërkosh kam një hall, thot, paguan qik detyrim me zotëri. Pastaj do të sqaroj unë. E mirë i paguaj unë. Ikën bashki. Bashkia thot i pyet ata qeverinë. Kush është qeveria? Mund t'jem unë se s'ka njeri qeveri. Bëhet fjalë për një segment rrugor nacional 15 kilometra të gjatë, ndërtuar për të qenë një prej korridoreve lidhëse mes rrethit të Vlorës dhe Fierit. Projekti për ndërtimin e rrugës është i qeverisë shqiptare dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, financuar nga Fondi i Zhvillimit.
Firma e cila ka realizuar punimet për ndërtimin e kësaj rrugë është Kryqimi 07, ndërsa fondi për rehabilitimin e saj është mbi 4.700.000 euro të rinj së bashku me TPSH. Rritja e nivelit të ujit në lagunën e Nartës ka krijuar probleme në zonën e Manastirit. Katet e para të disa objekteve ndihmëse vijojnë të kenë prezencë uji, ndërsa është dëmtuar dhe ura që të çon drejt Manastirit të Zvërnecit. Sipas banorëve, një dukuri e tillë nuk është vërejtur në 35 vite, ndërsa për turistët Manastiri ia vlen të vizitohet edhe në këto kushte. Rritja e nivelit të ujit në lagun ka krijuar probleme në zonën e Manastirit, ndërsa katet e para të objekteve ndihmëse kanë ende prezencë uji. Problematika është regjistruar si pasojë e fenomenit të baticës, por dhe për shkak të bllokimit të kanalit të Dalanit, i cili lidh lagunën me detin. Mos shkarkimi ujrave në det, i shoqëruar me baticën, ka sjell këtë situatë. Banorët e zonës shprehen se një fenomen i tillë nuk është vërejtur të paktën në 35 vitet e fundit. Përveç prezencës së ujit në banesa, rritja e nivelit të ujit ka sjellë dhe dëmtimin e urës që të çon drejt Manastirit të Zvërnecit. E keni parë në një nivel? Jo, është kush e di se kur mund të ketë qenë herë e fundit. Po, është çudi. Ndofta është ajo që thamë, mbyllur Dalani, plus i pati gjithë deti pati që në oriku me çat gjuam. U ngrit mbi 1 metër e sa ujë. Edhe është diçka e çuditshme, mund ta quajmë. Thanë që vajti ujë dhe brenda, thanë, nuk ishin po dëgjova që uji arriti se shkoku është niveli. Edhe është futur deri se aty është nivel i ulët. Ka si dëmtime? Trymisht uji dëmton edhe kur të lag këmbët të dëmton, jo këtu ja dhe ura. Shikoj aty po fundos edhe kjo sikur se ka shumë të gjatë, sipas shenjave. Po ndofta nuk e dim ato të cilësia ndërtimit, po ndofta ambienti lagështia këtu plus edhe varet edhe nga lloji materiali se çfarë do kolloj ure, duhet të jetë edhe besoj materiali veçantë. Që të rezistoj lagështisë. Diskutohet ajo që të vinë vizitor, turist, do investim. Infrastruktura është e para, që të rruga, hajde se rruga mori një farë drejtimi, ja dhe parkimi atë atje që bëj lëmsh dikur. Detyrimisht që kjo ura për momentin është problem. Jo, për momentin shtyhet e një qik, po është në gërramat e fundit mund ta quajmë. Kështu që nuk e di, po e shtytje e këtë vit. E kuptoni, u do gjithë kjo lagështia këtje, po për plasën ndalë këtja ku kanë ngrop atje, po plasën ndalë këtja, ajo qa pretendon ti do kalbet. Unë kam banuar dhe vazhdoj të kem një ambient aty shërbimi. E kemi parë në një situatë të lagunën, solli dhe përmbytje brenda Manastirit? Asnjëherë, nuk ka ndodhur kjo. Të paktën për këto 35 vjet unë kam përdorur këtë territor për nevojat e mia apo të familjarëve të mi. Nuk ka rezultuar kurrë e tillë. Unë kam qenë prezent edhe kur është inauguruar kjo. Edhe shumë kam. Po pëson dëmtime edhe ura? Ura është në gramat e fundit, nuk bëhet fjalë fare, nuk do ketë jetë gjatësi. Përveç këtu janë të interesuar, kjo është dhurat për këta varkëtarët e llojit ton, se ata presin me sekondat që kjo të mos jetë në funksion, që të fillojnë vargëzimin për pasagjerët. Çfarë ka ndodhur me rritjen e nivelit? Janë bllokuar kanalet? Janë bllokuar daljet e ujrave të larta që quhen se kjo ande ka sojnë në kuptimin burimin kryesor. Edhe dalanet mbyllen ose hapen në varësi të sezonit të gjuetis. Kështu që për momentin është prishur kjo sjellje. Ky sistem. Ose po, ky sistem i furnizimit me ujë kur është e nevojshme dhe i shkarkimit kur është po e nevojshme. Në këtë plan ajo është abandonuar me fjalë, me qëllim është abandonuar, që kjo ta ketë këtë fat që provoni ju sot apo unë apo ne. Patjetër. Katet e para po njëri i ka abandonuar nga funksioni. Dërgoh turistë huaj të cilët vizitojnë zonën për herë të parë pranojnë se niveli i ujit është rritur ndjeshëm. Megjithatë, sipas tyre, një vizitë në manastir mbetet e domosdoshme gjatë qëndrimit në Vlorë. I'm from the Netherlands, from Holland. It's the first time we are in Albania. We are making a round trip from our home to Turkey, and now we are on the way back home. And we will be at home in 3-4 weeks. First time I'm going to visit it. Objekti pranë manastirit prej ditësh përballet me përmbytje sipas informacioneve aktualisht po punohet për thellimin e kanalit të Dalanit me qëllim rikthimin e qarkullimit normal të ujit dhe kthimin e situatës në normalitet.
Rreshtit e dendur të ditëve të fundit të shoqëruara me shkarkime nga heci i banjës kanë sjellë sërish prurje të mëdha në lumenjtë e qarkut të Fier. Më problematike situata paraqitet në fshatrat Petov dhe Mbrostar të bashkisë Fier. Rreshtit e dendura të ditëve të fundit të shoqëruara me shkarkime nga heci i banjës, të cilat arritën deri në 100 metër kub për sekond, sollën sërish prurje të mëdha në lumenjtë e qarkut të Fierit. Prurjet në kuota të larta në lumin Seman sollën prezencë uji në sipërfaqe të konsiderueshme bujqësore, të kultivuara me kultura të sinës në disa fshatra, por më problematike situata paraqitet në fshatrat Petov dhe Mbrostar të bashkisë së Fierit. Banorët thonë se është e treta herë radhazi që përmbyten brenda disa muajsh, duke u shkaktuar dëme të parikuperueshme në ekonominë e tyre, teksa fajsojnë një zëri shkarkimet e pakontrolluara. Jam një banor i fshatit Petov. Jam 72 vjeç, lindur dhe banus këtu në fshat. Është herë e tretë që ne përmbytemi, jam përmbytur 5 dylymë jonsh edhe 2 dylymë gjysmë elb. Dhe dëm shpërblimi jon nga pushtetarët vendor që ka ardhur është thjesht mos pagimi i taksës vjetore. Që taksa vjetore 5.000 lekë dylymi i bie 35.000 lekë vjetra. Dëmi nuk është 35.000 lekë, është më shumë. Është herë e tretë që mbytemi si vjet. Po bëm 5 vjetë që nuk jemi mbytur, si vjetë jemi mbytur 3 herë. Është shumë vështirë se ujë rri brenda me ditë dhe le gjanë. Gjanë na mbulon bimën, as e korrim dot, as ajo bën përpjet, se do dali diell, ajo do qahet dhe bëhet kore. Nuk e çan dot as filli i elbit dhe as e jonjës që dalim mbi sipërfaqe që ne ta korrim edhe bimat eci përpjet. Komisionet kanë dalë në terren? Ka ardhur ai administratës, po nuk ka që bën. Kjo është nga Perëndia, pa dhe qik nga njerëzia. Hapet rezervori banjës ndoshta atje, dhe vjen me njëherë ujë vërshon, dhe vjen ujë e kurudh këtu, argjeratur në Gresallim ata. Lumi e përballon çdo rreshje, vetëm hapen digat. Kur hapen digat janë përmbytur 3 herë. E treta herë që unë përmbytem si vjet. Kam 25 vjet që kam bërë shtëpinë. Me legalizime me tera. Shtëpia është me dokumenta. Si vjet që në nëndor jam mbytur unë dhe 3 herë ka ardhur ujë. 3 herë janë hapur porta, 3 herë më ka ardhur ujë brenda. Vetëm digat. Jo, s'ka faj lumi. Ka fajin digat që hapin ata. Mbushin kuotat plot ata për vetë tyre, po se hapin se çfarë bëhet poshtë nuk do të di. Mi për tokat, se tokat po pyesim mene, taksat i pagojmë dhe gjasfitojmë, vetëm his lek kot, dilema shu çajira, të rrin kështu tokat. Ben vetëm buavic. Se s'kemi çfarë bëjmë. Kam hej prej 2 muajsh familjen. Kur rrinja me qira. Ku do jetoj familja? Brenda ujit? Vetëm nga digat. Po janë dëtuar edhe tokat? Tokat, ku bet la për tokat, me tokat janë plot me ujë, as mbillen, as ngiten, as në korrikme, se do zeri vapa, do qajnë ato. Ne s'kemi as vaditi, as gjeqet, tu shemi, shkuna kanë lënë mes të rrugës. Kanë dalë komisionet për verifikime? Kanë dalë, kanë marrë, i kanë shkruar, i kanë filmuar, tera, i gjdi tani, as gje. Po mua më qenjë zero, ma mori ekonominë të lumi, me që da ngrevun. Me fëmijët vogël në shtëpi do ngrevun në ekonomi me, po mos ta përmbysin, mos ta hapin portat, se vetëm ajo na përmbyt. Përveç tokave bujqësore, për të tretën herë janë përmbytur, po ashtu edhe banesat. Jetoj prej 25 vitesh në këtë zonë, thot Sulotafa, por një përmbytje të tillë nuk e kemi parë asnjëherë. Ai tashmë ka shpërngulur edhe familjen në kushtet e lagështisë, ndërsa thekson se me një dëm të tillë dhe pandimën e shtetit tashmë është në kushtet e mbjetesës. Tani mësuam në çfarë ndjen mëne. Ai çfarë bëri çepër barbari. Më para s'ka ndodhur, këtë vit ndodhi vetëm ajo. Më para bindesh i ikte, po nuk kishte kaq prurje. Si vjet që erdhën prurjet komplet ujit. Po dika hapi dikave, vetëm ajo është, s'ka diçka. Sa mbytur këtu para 10-15 vjeç. Po vjen pak ujë. Ai si vjet 3 herë, 4 herë brenda një muaji. Se kështu i bie. Çfarë do të shkarkohet ai s'ke që bën ata janë natyrës si hapin. Prurjet e shumta do hapen ata. Herë që ne doli lumi, nuk kemi terezi fare. Se çfarë do bëhet nuk e di. Dima s'po na japin, asnjë gjë. As pezime, as për baktit, as për një gjë. E mbova aslin, e mbyti lumi e beri lutë tinë. Se ku do vëmë, se çfarë do bëjmë, një zot e di. Erdhi komisioni, sa pak kështu ikën edhe se çfarë bëjnë, marrën paratë, ikën ata xheposen për vete edhe popullin e kanë lënë mëshirë të fatit. Janë hapur portat, mos e diskuto se ne s'na ka dalë ndonjëherë, si vjet një herë, 3 herë na ka dalë lumi. Jemi shumë, merr leckat poshtë se kam ca kuzhinë, ngjitem lart unë te kati dytë me djalin dhe me tim shoq.
Pas situatave të ngjashme të regjistruara gjatë muajve janar dhe nëntor, dëmet e një pasnjëshme kanë rënduar më tej gjendjen ekonomike në këtë zonë. Në protestën e 4 kombëtare të Partisë Demokratike, e cila zgjati më shumë se 4 orë, nuk munguan tensionet dhe trazirat e përplasjes mes protestuesve dhe forcave policore. Ndërkohë, sipas policisë, 46 persona janë arrestuar për aktet e dhunshme të kryera gjatë ditës së djeshme. Në protestën e 4 kombëtare të Partisë Demokratike nuk munguan tensionet, trazirat dhe përplasjet mes protestuesve dhe forcave policore. Të dashur qytetare dhe qytetarë të Tiranës dhe mbarë Shqipërisë. Protesta e opozitës zgjati më shumë se 4 orë. Ajo nisi si gjithmonë para kryeministrisë, ku kryedemokrati Sali Berisha mbajti fjalimin para mbështetësve. Sapo mbaroi fjala e kreut të opozitës, filloi edhe hedhja e molotove dhe fishek zjarreve drejt kryeministrisë, të cilave policia u përgjigj me ujë nga autobotët policor. Vetëm pas pak minutash protestuesit të udhëhequr nga Sali Berisha nisën marshimin e tyre drejt kuvendit, i cili ishte gjithashtu i rrethuar nga forcat policore. Protestuesit filluan sërish të hedhin molotov drejt efektivëve, kur mori flakë dhe autoboti që i të ujë për të shpërndar protestuesit. Sipas burimeve policore, protesta u shoqërua edhe në arrestime. Sipas policisë, 46 persona janë arrestuar nga policia për aktet e dhunshme të kryera gjatë ditës së kaluar. Do të rikthehemi bashkë me zhvillime sociale, me synim promovimin dhe ndërgjegjësimin e diversitetit gjuhësor dhe kulturor, si dhe promovimin e gjuhësisë, e shumë gjuhësisë. Më 21 shkurt të çdo viti festohet Dita Ndërkombëtare e Gjuhëshamtare, e shpallur nga UNESCO. Në këtë ditë kryeministri Edi Rama ndau momente nga nisja e fazës gjysmëfinale në shkollat të konkursit të gjuhës shqipe. Dita Ndërkombëtare e Gjuhëshamtare, e shpallur nga UNESCO, festohet me 21 shkurt të çdo viti. Qëllimi i caktimit të saj është promovimi dhe ndërgjegjësimi për diversitetin gjuhësor dhe kulturor, si dhe promovimin e shumëgjuhësisë. Në Ditën Ndërkombëtare të Gjuhëshamtare, kryeministri Edi Rama ndau momente nga nisja e fazës gjysmëfinale në shkollat të konkursit të gjuhës shqipe. Rama e cilësoi këtë konkurs një fije të artë që lidh fillesat e kombiton me të ardhmen e tij. Në këtë edicion të konkursit morën pjesë 1022 ekipe nga shkolla të ndryshme në të gjithë vendin, një tregues i interesit të lartë dhe angazhimit të nxënësve dhe mësuesve për ruajtjen e pasurimit të gjuhës hamtare. Konkursi kombëtar i gjuhës shqipe synon të forcojë aftësinë gjuhësore të nxënësve dhe të kultivojë krenari për gjuhën shqipe, duke e kthyer atë në një urlisë mes dijes, kulturës dhe identitetit kombëtar. Pra, poezia apo prozë? Sa më shumë kalojnë vitet, më shumë të rinj shqiptar po orientohen ndër gjuhëve të huaja. Kështu janë shprehur sot në Ditën Ndërkombëtare të Gjuhëshamtare qytetarë të Vlorës. Sipas qytetarëve, dhe pse koha që jetojmë nxjerr si prioritet mësimin e gjuhëve të huaja, të rinj nuk duhet të harojnë dhe të mbrojnë të kultivojnë gjuhën hamtare. Sa më shumë kalojnë vitet, aq më shumë të rinj shqiptar po orientohen drejt gjuhëve të huaja. Kështu janë shprehur sot në Ditën Ndërkombëtare të Gjuhëshamtare, shpallur nga UNESCO, qytetarë të Vlorës. Sipas qytetarëve, edhe pse koha që jetojmë nxjerr si prioritet mësimin e gjuhëve të huaja, të rinjt nuk duhet të harojnë të mbrojnë dhe të kultivojnë gjuhën hamtare. Të tjerë qytetarë thonë se rinia flet në gjuhë të huaj, kur ende nuk e ka zotruar mirë gjuhën shqipe. Shiko, më mirë të mësosh gjuhë të huaja ta lësh shqipen. Se flasin dot prandaj. Me kuptimin tim tregon që ka ecur bara rinia. Ta fillojmë nga gjuha shqipe. Po, gjuha shqipe është e para. E dyta është ekonomia. Po të rinj, sa e zotrojnë gjuhën shqipe? Mase më gënjen mundja mua, po nuk e zotrojnë shumë. Po ndërkohë që kanë halle, kanë probleme, nuk i përshën dot kushte. Po ndërkohë që flasin gjuhë të huaja, nuk do doje që në fillim mësoni një shqip pastaj. Në fillim do mësoj gjuhën nëna shqipe. Vlorja mua tërë sigur që me rigon Anglia që mëson gjuhën e nënës tënde. Që të jesën, ajo është kërësër. Të ketë zi të barë të kujti do flasim. Po mirë, po të rinjt vlonjat, ata të cilët janë të qytetit,
Pse tentojnë më shumë të flasin gjuhë tuaja sa? Ja ku I kemi të lokale të gjithë. Duhet ta fillojnë nga gjuha shqipe? Shqipe, më një shqiptare shqipe duhet të Po flasë. pse flasin gjuhë tuaj? Për mos them një fjalë tash për. Pa e din shqipen. Mase edhe se di tamam. Shumë po thënë për flasin gjuhën shqipe, Katarina. Gjuhën e huaj Katarina sot. Si ka mundësi? Nuk flasin shqip, po flasin gjuhë tuaj. Nuk pëlqen asë. Po mirë, duhet ta fillojnë një nga shqipja. Shiko, neve kemi degraduar të tëra gjëra. Se? Po, duke qenë jashtë, duke qenë më mirë, jetuar më mirë, tu është të mbesh nafën edhe atëherë, edhe gjuhës, edhe të tëra. Gjuha nuk harohet, dhe unë nuk harohet. Ore, gjuha është memës nuk diskutohet. Po, a e din shqipen? Po e din e kështë din. Jo, e din si duhet flasë. Po ati ke që ka lidur edhe jetojnë e arritur janë 20 vjeqë edhe e din gjuhë shqipe ujë. Po mi, këta këtu flasin të huaj, pse? Po të shitu menë. Po mi, këta këtu e din shqipen, e ndonë se e din si shduhet. Po flasë tani, dhe flasë. Shqipu nuk kam qenë athimin, po? 15 vjetë. Po? Edhe eri Papandreu, I biri Papandreu. Po? Jo Jorgua, ku tjetë I biri. Edhe më la fosja me I greku. E thashkore, bengu për kërë ministrë. A I s'di gjuhë greke, më thamë. Se a I linë në Amerikë. Shkjen emigracion në Amerikë. A I nuk di grekisë, më thamë. Nga do dhe I I thashe kërë ministrë. Edhe sa mberi Papandreu. 6 muaj iku, edhe se keme. Gjua është aq e rëndësishme sa... Shumë e rëndësishme gjua. Duhet ta fillojmë nga dashuria, nga leximi I shqipes, nga shkrimi I shqipes dhe në pas të kalojmë te gjuhët e huaja. Gjuhët e huaja të di që është mirë, është shumë mirë. Pa ama ta fillosh në shqipe. Është një universitet di një mirë. Po gjuha e memës nuk të daruar, është universale. Mendin që shumë të rinj fillojnë dhe flasin më tepër gjuhët huaj sa më shumë kohë kalon. Tani po zhvillohet të rritë, janë më shumë. Po pse nuk flasin shqip? Ose më saktë preferojnë gjuhën e huaj përpara shqipit? Po, pse? Pse ky fenomen? Pse po? Tani ato pse nuk e dim ne, po them që e preferojnë gjuhën e huaj, ja që ne dim përmburje. Më shumë Më shumë neve se ju edhe vlejtë së tim që... Po mirë, a duhet ta fillojnë njërë nga Shqipja, pra dhe zotrojnë njërë? Fillojnë aja, pasaj fillojnë gjuhët huajet... Pa e zotrojnë Shqipen si shduan? Jo. Nuk marrë vesh se që thonë. Po pra flasin të huaj? Të huaj dhe erë në fund, vetëm të huaj. Kështu si pas qytetarve, është e dallueshme gjuha që flasin shqiptarët në emigracion, të cilët si pas tyre e zotrojnë dhe e mbrojnë me fanatizëm më shumë Shqipen se sa ata që jetojnë në Shqipëri. Duke theksuar rëndësinë e gjuhës shqipe, qytetarët vlonjat apelojnë që të rinjtë të shkruajnë drejt dhe ta flasin mirë gjuhën shqipe. Ndërkohë qëllimi I caktimit të 21 shkurtit si dita ndërkombëtare gjuhësamtare, e shpallur nga UNESCO, është promovimi dhe ndërgjegjësimi për diversitetin gjuhësor dhe kulturor, si dhe promovimi I shumë gjuhësisë. Të gjitha fondet buxhetore që nuk u shpenzuan nga ministritë dhe institucionet publike në vitin 2025 tashmë janë transferuar në fondin e veçantë të pensioneve. Sipas ministrisë, procesi për të përmirësuar sistemin e pensioneve duke siguruar një stabilitet afatgjan dhe menaxhim të përgjithshëm të financave publike. Nga Ministria e Financave, rreth 167 milion euro transferuan në fondin e veçantë të pensioneve. Të gjitha fondet buxhetore që nuk u shpenzuan nga ministritë dhe institucionet publike gjatë vitit 2025 tashmë janë transferuar në fondin e veçantë të pensioneve. Ministria e Financave bëri të ditur se shuma përkatëse është rreth 167 milion euro të depozituara tashmë në llogarinë speciale të fondit të pensioneve pranë Bankës së Shqipërisë. Transferimi këtyre fondeve përfaqëson një premtim të mbajtur dhe një angazhim të qartë për të përmirësuar sistemin e pensioneve, duke siguruar stabilitet afatgjatë dhe menaxhim të përgjegjshëm të financave publike. Sipas Ministrisë së Financave, reforma e pensioneve do të vijojë të zbatohet me vendosmëri me qëllim ndërtimin e një sistemi më të drejtë, më të qëndrueshëm dhe më të besueshëm për çdo qytetar. Transferimi I këtyre fondeve buxhetore është kthyer në zbatim të aktit normativ të 19 dhjetorit të vitit 2025, si dhe në përputhje me kuadrin ligjor për menaxhimin e sistemit buxhetor. Ky është një hap konkret në drejtim të forcimit të qëndrueshmërisë financiare të sistemit të pensioneve dhe garantimit të një mbështetje më të drejtë dhe më të sigurt për pensionistët, bën të ditur Ministria e Financave.
Revista britanike Time Out ka përfshirë Shqipërinë në listën e 6 vendeve më të mira dhe më të lira për të vizituar në Europë, duke cilësuar atë një nga destinacionet më emocionuese dhe me raportin më të mirë cilësi çmim në kontinent. Udhëtimi nuk ka pse të rëndojnë mbi xhepat tuaj. Mjafton të zgjidhni destinacionet e duhura për të përjetuar aventura të paharrueshme, pa sakrifikuar argëtimin, shkruan John Bills në një artikull të botuar në të përditshmen britanike Time Out. I konsideruar si një nga lukset më të mëdha të jetës, udhëtimi tashmë nuk është privilegj vetëm i turistëve me buxhet të lartë. Për fat të mirë, për aventurierët që kërkojnë të kursejnë në mbar globin, ka destinacione që ofrojnë përvoja majgjepsëse, kulturë të pasur dhe çmime të përballueshme. Evropa shpesh e perceptuar si e shtrenjtë, fshi alternativa miqësore për portofolin. Sipas vlerësimeve, 6 vende në kontinent renditen ndër më ekonomiket për të vizituar, duke ofruar kombinimin ideal mes kostos dhe eksperiencës. Ndërkohë që Evropa perëndimore mbetet sfiduese për buxhete modeste, pjesë të tjera të kontinentit ofrojnë mundësi të shkëlqyera për pushimet cilësore, me shpenzime të arsyeshme. Koha për aventurë ka ardhur, edhe nuk ka nevojë të shtrëngosh buxhetin para se të bësh gati valixhen. Revista britanike Time Out ka përfshirë Shqipërinë në listën e 6 vendeve më të mira dhe më të lira për të vizituar në Evropë, duke e cilësuar atë si një nga destinacionet më emocionuese dhe me raportin më të mirë cilësi-çmim në kontinent. Sipas artikullit, udhëtimi nuk duhet të jetë domosdoshmërisht i kushtueshëm për të përjetuar një përvojë të jashtëzakonshme. Për turistët me buxhet të kufizuar, Evropa lindore ofron alternativa të shumta të përballueshme, ndërsa Shqipëria spikat për kombinimin e natyrës spektakolare, mikpritjes dhe çmimeve konkurruese. Në fokus të veçantë vihet Bregdeti shqiptar, i konsideruar si atraksion kryesor i vendit. Qytetet si Saranda, Vlora dhe Himara përmenden për peizazhet mbreslënse Buzdetit dhe koston e ulët krahasuar me destinacione të tjera mesdhetare. Artikulli thekson se vizitorët mund të kalojnë pjesën më të madhe të kohës pranë detit, duke shijuar plazhet dhe atmosferën relaksuese. Në veri, Shkodra përshkruhet si një qytet që pasqyron jetën autentike urbane shqiptare, ndërsa Tirana vlerësohet si një nga kryeqytetet më pak të njohura të Evropës. Përveç Shqipërisë, në listën e publikuar nga Time Out përfshihen edhe Bosnia-Hercegovina, Lituania, Serbia, Polonia e Bullgaria, të cilat vlerësohen si destinacione që ofrojnë eksperienca të pasura turistike me kosto të ulët. Ky vlerësim i fundit konfirmon rritjen e interesit ndërkombëtar për Shqipërinë si një nga destinacione turistike konkurruese edhe në zhvillim, duke pozicionuar vendin tonë në hartën e turizmit evropian. Shfaqja e Bija e Ënës dhe e Diellit është ngjitur këtë fundjavë në skenën e teatrit të Kukullave. Sipas regjizorit të shfaqjes Eduard Ismaili, interesi i të vegjëlve është i lartë dhe pse shfaqja është dhënë disa herë. Përgjatë kësaj fundjave në skenën e teatrit të Kukullave është realizuar shfaqja e Bija e Ënës dhe e Diellit. Një shfaqje kjo e cila sipas regjizorit të saj Eduard Ismaili, pavarësisht se është hera e disat që vihet në skenë për të vegjëlit e qytetit, interesi i vogëlueshëve për ta parë mbetet tepër i lartë. Ismaili shprehet se çdo fundjavë në skenën e teatrit të Kukullave vendosen shfaqje të ndryshme, të cilat transmetojnë mesazhe të vëra për fëmijët. Sipas regjizorit, e Bija e Hënës dhe e Diellit përcjell mesazhin se e mira do të mbizotrojë gjithmonë mbi të keqen. Me fuqi e mejle. Interesi ka qenë goxha i lartë. Ne në ora 10 kishim një nga kopshtet, kopshti Trilli. Ishte një nga kopshti një kopsht që erdhi. Ne fillon pak më shpejt sot, kurse tani në ora 11 është orari që ne kishim lënë. Si shikoni, salla është mbushur plot me fëmijë. Ne do të vazhdojmë edhe në javët në vazhdim. Në datën 28 do të jetë ylli qira në kopësht dhe pastaj gjatë muajit mars edhe prill do të vazhdojnë çdo të shtunë të gjitha premierat që ne kemi dhënë në kohë. Është e çuditshme, interesi është në rritje, se për shembull e Bija e Ënës dhe e Diellit ne kemi dhënë edhe në turin vjeshtor dhe prap ka interes dhe po ndiqet.
Besoj që edhe ylli që ra në kopësht javës tjetër do të ketë interes pasi kukullat janë edhe më të vogla, plus edhe aktorët duken, kështu që është një tjetër luajtje me kukullat. Mesazhi që ka kjo shfaqje është i qartë dhe i shkurtër. E mira triumfon gjithmonë përballë të keqes. Do të vendoset diku nga muaji prill, ne do të vazhdojmë, do të jenë në Kosulkuqja, do të jetë Pinoku, do të jenë në Peshku i Artë. Janë disa shfaqje që ne kemi në vazhdim, po besoj në kalendarin e marsit dhe të prilit do të jenë më të detajuara dhe oraret edhe ditët që të kemi. Por jo vetëm shfaqje të realizuara më parë, regjizori Eduard Ismaili bën me dije se trupa e teatrit të kukullave të Vlorës ka nisur punën për realizimin e një premiere të re. Shfaqja e re do të flasë për ëndrat e fëmijëve dhe dëshirën e tyre për t'i realizuar ato. Sipas Ismailit, kjo shfaqje pritet të jetë gati në fundin e muajit mars. Është premiera e re, siç u thash dhe fëmijëve, është diçka me ëndrat, që unë e kam parë që ëndrat e fëmijëve asnjëherë nuk duhet të shtypen ose të fshihen. Kështu që mendoj që do të jetë shfaqje e bukur, do të jetë në tavolinë dhe kjo shfaqje, do të jetë me kukulla që aktori do të duket, sepse ndoshta është edhe pak më e lehtë edhe në lëvizje. Ne mund të shkojmë edhe aty ku fëmijët mund të na kërkojnë. Që me këto shfaqje tradicionale është pak më vështirë sepse sallat duhet të rregullojnë para kohë, kurse me këto për 10 minuta e kemi besoj atë skenën të bërë. Mendoj dhe shpresoj që diku nga fillimi i prillit ose fundi i marsit do të jetë gati, por varet nëse puna do të ecë mirë, mund ta nxjerrim edhe në mars. Teatri i kukullave i Qendrës Kulturore në Vlorë çdo fundjavë kthehet në një hapësirë që mbledh pranë vetes 10 fëmijë të qytetit, të cilët ndjekin aty shfaqje të ndryshme me personazhe të animuar. E pas aksidentit të një dite më parë në rrugën Gjergj Kastrioti, ku nga përplasja me një mjet u dëmtua një 69 vjeçar i cili lëvizte me biçiklet, efektivët e trafikut urban kanë arrestuar në flagrancë 26 vjeçaren që drejtonte mjetin. Ndërkohë i dëmtuari ndodhet i shtruar në Spitalin Rajonal Vlorë, këto dhe të tjera në kronikën nga Rendi. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Drejtorinë Vendore të Policisë së Vlorës arrestuan në flagrancë shtetasen IP 26 vjeçe banuese në Vlorë. Pasi në rrugën Gjergj Kastrioti, duke drejtuar automjetin, ka përplasur shtetasin AH 69 vjeç, i cili lëvizte me biçiklet. I dëmtuari ndodhet i shtruar në Spitalin Rajonal të Vlorës në gjendje të rëndë për jetën. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarand kapën shtetasin në kërkim VR 50 vjeç banues të Sarand, i dënuar me 8 muaj burgim sipas vendimit të gjykatës së shkallës së parë Sarand për veprën penale mos kallëzim krimi. Specialistët e stacionit të policisë Elenisë referuan materiale në prokurori pasi në datën 19/2/2026, në fshatin Picar Arme në banesën e shtetasit AM 62 vjeç, ka rënë zjarr duke shkaktuar dëme të pjesshme. Nga verifikimet paraprake rezulton se zjarri ka rënë aksidentalisht si pasojë e shpërthimit të një bombule petrogazi. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Komisariatin e Policisë Sarand referuan materiale në prokurorin ndaj një 15 vjeçari i cili duke drejtuar mjet elektrik në rrugën Tekiha Dëri ka humbur kontrollin dhe është rrëzuar. Si pasojë, ai dhe një pasagjer tjetër 15 vjeç kanë marrë dëmtimet e lehta, kanë marrë mjekim në spital dhe më pas janë larguar. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Vlorës referuan materiale në prokurorin ndaj shtetasve. FB, 44 vjeç banues të Vlorë, pasi një shtetas ka bërë kallëzim se është ofenduar dhe kërcënuar prej tij. PH, 30 vjeçe dhe FL, 37 vjeçe, banuese në Vlorë, të cilat në afërsitë të stadiumit flamurtar janë konfliktuar fizikisht me njëra tjetrën. Materialet procedurale ju referuan prokurorive përkatëse në Vlorë dhe Sarand për veprime të mëtejshme. Ju falenderoj për vëmendjen, ropafshim.